Emocionet e para pas kësaj shfaqje ku sigurisht ju dhahet shumë për Malsinë e Madhe, por edhe Malsia e Madhe ju nderoi sot. Sinqerisht, çdo artist kur kryen një obligim në skenë ka emocionet e veta. Unë sonde njihem shumë krenar sepse kisha 3 datlinje. Datlinjen e ngritjes flamorit të Malsisë Madhe, datlinjen e shoqatës dhe datlinjen time artistike. Dhe njihem krenar sepse besoj që edhe në këtë edicion diçka bam të bukur në promovimin e vlerave etnokulturore të Malsisë Madhe. Sigurisht këto janë punë me sakrifica, sigurisht unë nuk jam i kënaqur asnjëherë në arritjet e mia, por gjithsesi unë sonde njihem krenar sepse më ka dhënë një shtys që përsëri edhe pak kohë me punu prapë, sepse mosha bën punën e vet. Sa rëndësishme është të ruajmë këto vlera e t'i pasurojmë edhe në të ardhmen. Ideja ime ka qenë qysh në edicionin e parë ku marrim Malsia e Madhe, për me tregu brezitëri si Malsia e Madhe, e Angelin Parlocej, e Luk Kaçaj, e sa emrave të mëdhenj të artit, të zhanreve të ndryshme, edhe kjo ishte ideja ime që nëpërmjet kësaj logoje ose kësaj gjetje artistike, ku marrim Malsia e Madhe, të paktën një herë në 5 vjet ta promovoj këtë ide artistike, edhe besoj që diçka ja kanë arritur qëllimin.